Mos harroni miq, rruga drejt mendimit pozitiv fillon me një hap të vetëm. I trembur! Jemi shumë të lumtur që të gjetëm këtu. Brenda vulkanit! Shëtitës! Au! Bahu! Ja ku është dalja? Ose jo, shëtitës, këta vogëlush nuk mund të kërcejnë kaq larg, të thash që kjo ishte e pamundur. Jo, Silvia, e ke shumë gabim, sepse në qoftë se kemi mendime pozitive në trut tan, neve do t'ja dalim që të hidhemi nga ky shkëmb në shkëmbin tjetër. Prit, çfarë the? Ti mund të bësh ur për këtë boshllëkun. Oh, jo. Shikoni fëmijë, Silvia e kuptoi si duhet. Ju duhet vetëm të shikoni thellë, mjaft thellë dhe të gjeni atë shkëndijë në veten tuaj atë. Fjali inkurajuese, thjesht Më nxitoni. fal. Ne, unë do të përpiqem të marr fëmijët e tu, kupton? Edhe pastaj unë do t'i përqafoj ata, kupton? Edhe ty nuk do të pëlqej, kupton? Ë? Nuk mund të këroj dhe shumë. O kushe, Alan, Alan, ai duket sikur quhet Alan, bëj diçka në rregull. por është shumë larg. Alan, e di që situata mund të duket e zyrta, por ti duhet ta përmbledhësh energji pozitive dhe ta kërcesh. U çmall dhe gjë. Ti mund t'ja dalësh shoku. Pyetje si quhen ato gjërat me majë që varen brenda shpellave? Nuk është koha më e mirë për pyetje gjeologjike shëtitës. Thjesht po pyesja si duhet të vërtas kapuri tek stalakmitet apo kapuri tek stalaktitet. Pahuni të gjithë! Ja admiroj këmbguljen tënde, mami. Pahuni gati! I pa e marrë këtë si falenderim.